Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se vini në emisionin Arom Shkodre, emisionin e radhës, i cili si gjithmonë përpiqet të sjellë tema interesante, ku kultura dhe arti kanë qenë kryefjala e këtij emisioni, por her pas here kemi angazhuar dhe ato në thojza rubrikat historike. Pse e them në thojza, duke qenë se ja kemi bërë pak me hile kësaj rubrike, pasi jemi përqendruar më shumë tek vlerat e kulturës dhe artistike, po të mos harrojmë se vlerat historike, sidomos në ditët tona, janë lënë mënjan dhe nuk shfaqin njerëzit atë interesim që duhet të dinin. Duhet ta kishin, faktikisht, duhet ta kishin shprehur më herët, duhet i kishin ndihmuar, ndoshta dhe botimet apo dhe lobimet e ndryshme që bëjnë personazhe të njohura në fushën e studimeve, duhet kishin punuar më shumë. Dhe ne kemi sjell sot një personazh në qytetin e Shkodrës dhe më gjerë, mjaft i njohur si brenda Shqipërisë edhe jashtë kufive shqiptare, i cili vazhdimisht gjatë gjithë po e quaj karrierës së tij në publicistik dhe në studime e ka treguar më së miri me një varg botimesh të ndryshme me karakter historik. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe, zoti Prel Milani. Mirëmbrëma, mirë se vëzhgjetje. Ka vite që nuk keni ardhur në emisionin Arom Shkodre, si gjithmonë tema e Dukagjinit ju sjell, por ndoshta më e specifikuar her pas here. Është kënaqësi që jam me ju, ju një gazetare shumë e mirë, edhe kjo tema që kemi zgjedhur sot është interesante, besoj duhet kujtuar edhe duhet vlerësuar. Lufta anti-jugoslave e shoshit në Gurin e Kuq dhe bëhet fjalë për vitin 1941. Është një aktivitet që u zhvillua pak kohë më përpara, pak ditë më përpara në bibliotekën Marin Barleti, përmes angazhimit të shoqatës atletare Dukagjini si dhe shoqërisë kulturore Besa, ku Prela ka qenë iniciatori dhe ai nxitsi kryesor për përkujtimin e kësaj lufte, një luftë që është përkujtuar edhe 5 vite më përpara, por që rivjen në vëmendjen e publikut të gjerë në Shkodër. Ne kemi një ngjarje 1941 ka ndodhur, ku për gjithë ata që kalojnë në zonën e Dukagjinit, çdo banor e thotë, ja atje është Guri Kuq ku ka ndodhur kjo luftë. Ndërkohë që për atë që nuk ka shkuar në Dukagjin, për brezat e mëpasëm në Shkodër, ka një informacion shumë të pakët në këtë drejtim dhe unë dëshiroj që përmes emisionit Arom Shkodre t'i japim pak jehon kësaj lufte të vitit 1941. Por e shpreha bin se përse vjen një histori e vitit 1941 sërish në vëmendje. Ajo kishte për vjetorin 85 në këtë prill që jemi, konkretisht akti final i betejës ka ndodhur me 22 prill, to i gëlloi 23 prilli, edhe është një ngjarje shumë e rëndësishme në historinë e Shkodrës, aq më tepër Dukagjinit, ngjarja më e përgjakshme e shekullit 20 në Dukagjin, edhe është një inkursion në territorin e Dukagjinit dhe të Shkodrës, se për Shkodër dhe në Shqipëri ka ndodhur inkursioni, por Dukagjini ishte në pikën strategjike të trasës parë, edhe ajo ngjarje ka ndodhur në vitet e luftës së dytë botërore, kur konjunkturat e fuqive të mëdha dhe lufta midis fuqive të mëdha ishte në kulmin e vet. Prandaj ndodhi ai inkursion. Inkursioni është direkt me iniciativën e qeverisë angleze, e cila ka investuar mbi 5 milion dinar në atë kohë. Okej. Para se të kalojmë te detajet, unë them të ndjekim një kronik për të bërë lidhje me disa aktivitete që u realizua, edhe faktit se përse kemi dëgjuar pak për këtë luftë, si pas viteve 90, por edhe para viteve 90, duke pasur parasysh se numri i të rënëve ka qenë mbi 100 shqiptar që kanë rënë nga shoshi në këtë Jo, 100 mund të kenë serb, kurse nga shoshi kanë 20, kurse qindra kanë serb. A qindra serb, ushtar. Edhe gjithë ushtria zanërov. Por gjithsesi kjo konsiderohet një luftë triumf. Triumf ishte. Në shosh. Përse ky triumf nuk ka marrë jehon në botimet si para viteve 90 dhe pas viteve 90. Ndjekim kronikën dhe bëju gati për një përgjigje të parë. Në mjediset e bibliotekës Marin Barleti u përkujtua 85 vjetori i luftës së Gurit të Kuq në Dukagjin, një ngjarje historike ku humbën jetën 6 djem nga shoshi të vrarë dhe të groposur gjatë përplasjeve të luftës italo-jugoslave.
Në atë periudhë, territori i Shkodrës u përfshi drejt për drejt dhe u bë viktime e kësaj përplasje gjeopolitike mes dy shteteve. Historiani Prel Milani theksoi rëndësinë e kësaj ngjarje dhe sakrificës së banorëve të zonës. Është një luftë anti-jugoslave, është një luftë e çuditshme që lidhet me konjunkturat gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë kohë nga Anglia u nicia një aksion i madh politik në Shqipërinë e Veriut, në 3 drejtime, nga Dibra, nga Dukagjini dhe nga Malësia Madhe. Qëllimi ishte me godit forcat italiane në prapavijën greke gjatë luftës italo-greke. Në Shqipëri në Dukagjin kaluan 2 divizione të ushtrisë jugoslave dhe nga periudha 8 prill deri me 23 prill kanë qëndruar në Dukagjin, janë fushuar aty, kanë fatkeqësisht kaluan në veprime plaçkice dhe grabice dhe populli i Dukagjinit fillimisht ka nejt indiferent, nuk është përzi, nuk u bë krahas me italianët as me jugoslavet, por në momentin kur forcat jugoslave filluan grabitjet, plaçkitjet, therrjen e baktive gjeve gjalla, marrjen e pasurisë të kotecave të drithit dhe ç'është më e keqja, vrasjen e 6 shoshjanëve, 1 qaftë agrit dhe 5 në darkë të shoshit, të cilin pa vdekur ala i graposën gjallë, bëri që popullit kalonte në revolt. Sipas Milanit, këta burra nga shoshi meritojnë të shpallen herojnë të Adheu dhe të paktën të nderohen me ngritjen e një memoriali ku të vendosen kurora me lule në përkujtim të tyre. Është detyra jonë përbashkë në radhë parë ta përkujtojmë. Pushteti lokal dhe pushteti qendror nuk është zot që me përcaktuar se cilat ngjarje historike do të hynë në kalendarin e festave dhe cilat jo. Fatkeqësisht përkujtohen, duhet përkujtuar ngjarje historike, po përkujtohen ngjarje konfliktuale politike në Shqipëri që përdoren për qëllime politike, që ngjallin përçamje dhe lehet kjo që s'ka asnjë konflikt me kërkën, dhe nuk ka një lapidar ku me i vënë një kunor. Nuk ka një memorial. Nuk janë shpallë dëshmorë asnjë nga luftëtarit. Lufta e Gujit të Kuq e zhvilluar në vitin 1941 solli pasoja të rënda në jetën e banorëve dhe në ekonominë e zonës. Banorët e Dukagjinit në kushte të vështira u përballen me pasojat e konfliktit dhe mbrojtën trojet e tyre gjatë përplasjes me forcat jugoslave. Kjo ishte kronika e përgatitur nga TV1 Channel në ditën e aktivitetit që u organizua në bibliotekën Marin Barleti, një organizim i shoqatës Adhetar Dukagjini në bashkëpunim me shoqatën Besa. I rikthemi asaj pyetje Prel që të bëra pak më përpara. Ky triumf përse nuk ka gjetur jehon as para vjetës dhe pas ideologjike. Çështje ideologjike, politike dhe fillimisht për hir të ashtëquajtur miqësi shqiptare jugoslave në vitet e para pas çlirimit. Ma nej për çështje ideologjike, është qojtë se kurse kjo luftë ishte pro-Italis, s'ka kënë hiç pro-Italis, për arsye se forcat angleze morën një inkursion për të goditur prapavijën italiane në territorin shqiptar, ndërkohë kur Italia kishte sulmuar Greqinë dhe në përbërjet të forcave italiane kanë kënë edhe 2 batalione shqiptare, të cilat me vonë janë tërheq dhe kanë bërë shumë mjesë janë tërheq. Ndërsa inkursioni që është bërë në Dukagjin një drejtim nga Dibra në drejtimin tjetër dhe nga Malësia Madhe drejtimi i tretë, ishte një inkursion i përgatitur në nxitim e sipër, i pasqaruar me konjunkturat të msheta të diplomacisë angleze, e cila asnjëherë nuk është zbardhur, as nga anglezët, as nga jugosllavet. Unë jam i bindur edhe nga kontaktet që kam pas me studiues kosovar, se Jugosllavis i është premtuar që të kalonte në anën e fuqive antifashiste, që pas çlirimit, pas munjes së Italisë, të mbante Shqipërinë veriore deri në lumin mat. Okej. Do i lutem regjistrat do si pamjet për të kuptuar më mirë edhe vendin Guri Kuq për cilin po flasim. Okej, janë video, foto ilustruese, pra nuk është se janë fotografi të asaj kohe. Le ta inkuadrojmë në aspektin historik. Për çfarë lufte, cili ishte faktori historik që nisi kjo luftë? Faktori historik, inkursioni ka fillu në territorin e ata ushtria jugoslave mund të ketë kaluar territorin shqiptar, hynë Mallësinë e Gjakovës, e një ka emërtuar nga data 5 prill. Me 8 prill kanë ardhur në Shosh. Edhe Shoshi ka qenë qendra e rrethit Dukagjin dhe janë stacionuar në Shosh.
aty në Shosh ka pas një post milicie, jo post ushtrie ashtu italiane, por një post milicie. Posta e milicisë, kur ka pas gjitha të ushtri duke ardhë, janë tërhek, kanë shkëmbyer zjarën në distancë në afërsitë fshatit Pepaj, në qafë të Astrës dhe janë larguar në drejtim të Prekalit. Kurse ushtria stacionuar në fushat gjata, i thonë njëve në aty, edhe në darë të Shoshit, tani plani ushtarak që është bërë me nxitim e sipër, nuk kanë pas as furnizimet e duhura dhe kanë marrë kontaktin e parë. Një pjesë e ushtrisë kanë ardhur nga Vuksanajt, një pjesë nga Brashta, edhe bile kanë hyrë në fshatin Brasht, kanë gjetë vetëm gratë në përshpia, ka Ken Sofi Prekja që ka diftuar në kujtimet e veta, që për kthyesi ka thënë, na bjeni bukë, mesh dhe raki ose dogj me gjitha shtëpiat. Ajo ka dalë u ka bën zanë grave të tjera, kryesisht plaka kanë kenë, edhe gra të rritura se nuset e reja dhe fëmija kanë ikë, edhe burrat kanë ikë drejt shpellave së bashku me baktit, edhe u kanë sjell bukë, mish, rakije, çka kanë pasur në Brasht Shoshit. Ushtria ka qenë që mallësan nga shtëpia Gjën Marashit që është në Revashaj e deri në lumnin e Brasht ka kanë vargu i gjatë me kaluar në Rej. Kur kanë kaluar në Rej kanë filluar atë reprezaljet, ku kanë gjetë bakti i jashtë, i kanë marrë, i kanë therr, jo vetëm i kanë therr, po i kanë gjuajtur në Breshni komplet Kopen. Sipas kujtimeve të Marash Pjetrës, që ka vdek në vitin 2009, ka qenë 106 vjeç, e njeh ngjarjen siç njohëm na Shkodrën, aty në Rej, Kopen e Marash Zefmirashit e kanë shfaros, edhe derën ja kanë vrarë, edhe dhit, edhe lopën me breshëri pushkësh. Manej kanë shku në darë të Shoshit, aty ka kenë kampi, aty kanë mlell, dërgu fjalë banorëve duan bukë, duan ushqim, kanë shku 7-8 veta, kanë shku bukë, mos parit bukën e kanë provu, kanë thënë provojeti se s'kishin besim, të zotëve të shtëpisë, edhe janë fyjet tash se shqiptari se ka zakon me dhanë bukën, me helm ose me bën keq në ushqim. Domethënë edhe në Brasht i kanë prit, derisi kur ata kaluan në grabitje. Me datën 11 prill në darë të Shoshit duke grabit, janë konfrontuar me disa të rinj, ne kanë kap 5 veta dhe i kanë varos 2, i kanë bë me hap. Ata 5 vetat i kanë bë me hap grupën gjallë. Tu i thonë hapni një llogore luftet. Mandej kur kanë hap llogorin, i kanë pushkatuar 2 pa vdeka la, i kanë varros për zjallit. Edhe kjo gjë e ka aceruar shumë atë popullsinë. Ushtria ka ikë në drejtim pas 2 ditë ka lëvizën një batalion në drejtim të Gurit Leksh, një batalion në drejtim Pultit dhe pjesa tjetër dërmuese në drejtim Prekalit. Në Prekal janë stacionu prap, edhe kanë vazhduar konfrontimin në distancë me ushtrinë jugoslave, ushtria jugoslave me ushtrinë italiane. Ushtria jugoslave ardhur në Molizun e pa përgatitur për luftë, ushtria italiane e përqendruar në Itali me forcat pakta dhe secila palë nuk kishin gjendje me luftuar, nuk donin unesh njëra me tjetrën. Me 17 prill është pushtuar Beogradi nga gjermanët. Edhe u ka ardhur lajmi me 18 prill se Beogradi ra. Pas ramjes Beogradit kanë bërë një tentativë në drejtim Shkodrës, mane janë kthyer në shkallë lozh nga forcat e Prekalit dhe të Postripës, edhe kanë vendosur që ushtria të kthehej prapa nga kishte ardhur. Pra me ardhur në shosh përsëri me kalu në drejtim të Kosovës dhe Jugosllavisë. Momentin kur barit e Elbriqës se ka pas stan aty, e morën vesh se ushtria do lëvizte dhe plani ka qenë me lëviz natën me kaluar Gurin e Kuq pa dal drita se Gurit Kuq ja kishin shumë frikën se është një pozicion i tmerrshëm. Okay. Pra Guri Kuq e ka marrë emrin nga litologjia e shkambit. Pra është një gur me shkembejt Kuq. Po, i lutem regjisë vendosi pamjet, pra aty kemi disa foto dhe të Gurit Kuq, disa pak më andejri gjia, ndërkohë që jemi duke shpjeguar, pra bëhet fjalë për çfarë date dhe njëherë prill? Këtu është data 22 prill, tu i gëllë 23 prilli i 1941. Guri Kuq janë krye të luginës së Elbriqës. Po. Kryengritësit e fshatrave kryesisht të Gorrës, të Dardhës, të Nicajve, të Çilkokut, pastaj kanë ardhur të tjerë. Ky është mitralieri Lullashtaka, i cili
me mitrolozin që është marrë nga Kryengritësit. Ja, bëhet fjalë për këtë zonë? Kjo është zona. Po, e ndalim pak pamjen pra te nga kjo. ky pozicioni nga lart kanë Po, qenë. e ndalim te kjo pamje që ishte, ndoshta kthehuni pak më mbrapa, po. Atë këtu është pozicion që ndodhet në zonën e brigjeve, pra gjatë kur kalon gjatë prekalit shkon në brigje. Në Elbriqe për munit drejtim të kurit kuq. Marrën loginë e Elbriqes dhe fillon ngjitja malore për shkuën Mallshoshit. Këtu edhe Napoleoni me ardh Aleksandri i Maqedonisë, edhe Hitleri pa kënë, në atë ushtëri nuk kalon aty, po ta zonë Grykën mes këtyre shkambevet. E kuptoj. Mallsorët e kanë zanë, Grykën, pozicionin në shkem, pa dalë drejt ala, mandej kanë ardhur nga gjitha vizet e Shalës, kanë ardhur nga Shoshi, kanë ardhur nga Pulti, edhe është bën një betejë e tmerrshme, ka zgjat disa orë, po në fund janë detyruar me dorëzu, me humbje jashtëzakonisht të mëdha, edhe popullata ka qenë armatosur në ato vite? Urdhra? Ka pas armatim në ato kohë, popullata apo? Popullata duhet paranojmë një fakt. Popullata ka pas armë, mallsorët kanë pas gjithmonë. Gjithashtu, qeveria italiane, tuj kenën djeni të këtij aksioni, ka nis një sasi të pamjaftueshme armësh, edhe këto armë Ernest Koliçi, duke qenë se ishte edhe ministër i kulturës, ka qenë po me origjinë nga Dukagjini, edhe në qeverinë fashiste ka qenë ministër, duhet të pranojmë, ka marrë kontakt edhe me bajraktarin e Shoshit Yllaç Gjeloshi dhe bajraktari është ai që ja u ka dhënë armët. Qëndrimi pozitiv edhe i bajraktarit edhe i popullsisë Shoshit ka qenë sepse gjatë kalimit parë të ushtrisë nuk janë konfrontuar me ushtrinë jugoslave. Nuk janë konfrontuar sepse nuk donin me luftu për italianët. Nuk donin me luftu për italianët kundër jugoslave, por as italianët nuk donin me i pa, ata jugoslavë nuk donin me i pa me sy. Edhe kjo është qëndrim shumë i drejtë. Karakteri i luftës ka ndryshuar kur ata filluan e vran njerëzit në Shosh, kur filluan e plaçkitën gjanë e gjallë, kur kanë marrë kotecat e drithit, kur kanë marrë derrat, kur kanë fut bajanetat, livet, pa pjellun ala me bajanet i kanë therë. Pra, janë mizori që i kanë ba edhe ata, që në zonën tonë nuk njiheshin edhe i kanë ba kryesisht për të mjellë terror. Zona Shoshit ka qenë e vogël, në pjesën fonore të Dukagjinit, se për shembull ka kalu tanget, nuk kanë kalu në përshal, edhe nuk ka pas mundësi që të siguron të ushqim të gjithë asaj armate që ishte, ma nej vrasja e këtyre ka rritu. Karakteri i luftës ka ndryshu pas vrasjes së shoshjanëve, të cilët janë vra e varros gjallë, edhe gjatë kësaj ekspedite që ka vazhduar nga 8 prilli deri në 28 prill janë vra 20 shoshjan. Shoshjan, Shaljan, Nikaj Mërturs, Pultian edhe Postripas. Flasim para për këtë unitet, kur ju përmendni të gjitha krahinat ose zonat që janë rreth Shoshit. Uniteti që ka qenë atëherë mes banorëve. Në atë kohë, për rastet kur uniteti ka ekzistuar, është uniteti trashëguar në shekuj, dhe si të basën kohëra fatkeqësish edhe kalimit të ushtërive të huaja, gjithmonë kanë shfaqur solidaritet. Megjithatë, përballë një ushtërie që nga gjitha burimet që disponojon minimalisht shifra ma vogël kanë qenë 10.000 vetë, se flitet për 2 divizione, është aventurë e madhe për një krahin që t'ja fillosh luftën me 200 pushk, 300 pushk, ose 400 pushk, që musheshin me shul, me një fishek. Por, kanë gjetur momentin e duhur, pozicionin e duhur, edhe veprimin e shpejt me i hershëm. Po, nga kush janë drejtu? Kush ka qenë udhëheqës në këtë luftë? Tashi, furnizimin, pjesën e parë, të armëve ja ka po bajraktari Shoshit. Momenti kur është kthy ushtria mrapa, nuk e kanë ditë të gjithë Shoshi, as Shala, as Pulti, se ushtria u kthye. Të parë që e kanë marrë vesh kanë qenë prekalorë, që kanë ardhur kanë thënë çobanëve të Elbriqes. Ushtria u kthye mrapa edhe do vinë për në Shosh Gurit Kuq. Manej, Elbriqa është vend stanesh, aty kanë qenë një pjesë e banorëve të Shoshit. Afër Elbriqes kanë qenë fshatat e Qilkokut, të Dardhës, të Nicajve, të Palajve, të Pepajve. Më vonë kanë ardhur nga Pepsomajt, nga Nrejajt, nga gjitha krahinat, por rolin kryesor e kanë luajtur të fshatat, sepse kanë zënë
pozicionin fillestar, ato i ka dhënë goditjen, ushtëria ka kaluar në panik, s'ka pas, nuk dite se ku më shku, poshta as lart as anash, se ishte 30 rrethume, edhe një pjesë e madhe janë rrëzuar dhe shkamit, edhe kufomat kanë kënë rraf për to. Është fakti pa mohueshëm, jo me thonë në mënyrë folklorike, por fakti pa mohueshëm se për 2-3 muaj ajo rruga që ka kënë kryesore që ka lidh Malsinë e Gjakovës, Dukazhinin dhe Shkodrën për shtektarët, karvanet tregtare, është ba e pa kalueshme sepse edhe vendi ka kënë shkam, nuk kanë mujt me varros gjitha viktimat. Ashtë shumë, ndërsa pas disfac që ka pësu ushtëria, ta kanë shok mishat e bardha, flamujt e bardh, populli i Dukazhinit është sjell me dignitetin më të madh. Si kavaljeri vërtet, nuk i ka vëra kushën bes, nuk i ka keq trajtue, nuk i ka plaçkit as kërkush, normalisht që armë që kanë lanë fushën e betejës, panimet luftarake, kafsh që kanë lanë, mitralozat që kanë lanë, automatik që kanë lanë, në çdo ushtëri ato i merr, por gjanat personale që ka pas ushtari nuk ka ndodhur. Përkundrazi, nuk Gjeloshi që ka qenë eksponent i milisisë shqiptare, e ka marrë një pjesë të madhe të ushtërisë, e ka kaluar nga pulti në qaftë Bëshkasit, e ka dorëzuar në Hëntotit, një pjesë patër pali i ka marrë, e ka quë drejtim Nikaj Mërtori, frati Nikaj Mërtorit i ka përcjell deri në Kufi, deri në Morin, pra pavarësisht se ka ndodhur gjithë ajo që ka ndodhur, me të mundurit, malësorët shqiptar janë sjell me dignitetin më të madh, duke u thënë keni ardhur gabim, edhe kështu do të apsonin qofse vinë një herë. Ne po shfaqim disa foto që ju na i siguruat lidhur me armatimet që janë të asaj kohe, ose që kanë mbetur mjete lufte, që i kanë pasur ushtarët. Kam gjetë tek shtëpia Detzefit Dars, Çfarë është kjo? Për shembull, çfarë është kjo? Nuk e ark municionit. Po. Ark municionit. Po. Ark municionit nga veta ushimesh, i kam gjetë, ka pas edhe tjera, po si kam mbrojtur fotot. Kjo do të jetë pjesë që vendoseshin mbi kuajt apo jo? Mbi kuaj. Pra tek shtëpia Pjetër Tomës dhe Detzefit që kanë qenë luftarë aktivë në këtë betejë, janë këto fakte, relika që janë i përkasin asaj beteje. Sa zgjati beteja? Tash këtu krijohet perceptimi se harrohet vetëm finalja, kryefjala. Kryefjala është bukur i kuq. Po. Por inkursioni i ushtrisë, lufta e drejt për të kufizuar është lufta italo-jugoslave në territorin e Shkodrës që ka gjatur nga data 8 deri në 23 prill. Edhe akti final që është dërmuar ushtria jugoslave ka qenë 22 prilli dhe pa dalë drita e 23 prillit edhe 23 prilli. Manej ka pas nga data 18 deri me 22 ka pas inkursionen nga Prekali, nga Shkallë Lozja dhe nga Postripa me konfrontimin me forcat italiane. Merita e malësorëve shqiptarët, Prekalit, Pultit, Shalë, Shoshit është se nuk janë bën palë me ushtrinë jugoslave. Me ushtrinë italiane. Pra, këta kanë nejnë neutral. Kur e panë se ushtria jugoslave u kthye pas, jo se u thyen nga forcat italiane, por u kthye pas, tu i pas për arsye se çfarë ka bën, ndodhi hakmarrja e madhe në atë pikë ku edhe 100 herë po të përqitet historia, prap një ashtë të përfonon. Edhe u shkrua një kapitull që është shumë i lavdishëm, është shumë i drejtë, se luftat duhet, që në shkollë duhet edukuar në zanësit me eduku me karakterin e luftës. E drejtë e pa drejtë. Kush e filloi luftën? Kush vrau? Kush plaçkiti? Kush i varrosi njerëzit gjallë? I filluan jugoslavët. Pas i filluan jugoslavët, për vetëmbrojtjen, kushtet e vetëmbrojtjes kanë luftuar shosjanët, edhe Dukazhinësit e tjerë, edhe qysh se kanë hidhu në territorin e Shoshit, është vra Palmirashi, pra gjyshi i Mihill Pronit është vra në qaftë Agrit. I pari që është vra, ma ne janë vra edhe në Sals, edhe në Nikaj, edhe në Mërtur, pra ata ka kanë kalu, kanë vra njerëz. Edhe në Postrip, edhe një shembull shumë pozitiv ka Rujti Sufasani, i cili me autoritetin e vet ka zill nga prangat 20 prekalorë shoshnjan që i kishin çu generali Jugoslav para tokës pushkatimit dhe me autoritetin e vet ka ndërhyrë dhe i ka shpëtuar jetën. Pra është një sakrificë, një veprim shumë
i rëndësishëm, ka pështu 20 vjet pa vrarë. Çfarë ndodhi pas asaj betejë? A pati një hakmarrje të mirëfill dhe cili ishte pozicioni italianëve më pas? A fitoi më shumë autoritet Dukagjini që ja se si sillen banorët kur cënohen në tokat e tyre? Tash italianëve duhet pranu se indirekt kjo qendres u ka shku për shtat. Shtypi italian, gazeta fashistmi, gazeta të morë që i kanë kënë, që propagandonin faktet ditore edhe propagandën e kosh, e ka pasqiru këtë betej. Por, unë shof diçka. Ajo marën si i ka kushtu e plagosjes e Kol Bib Miraks, i cili janë plagosën liqenët Cukalit, edhe nga liqeni Cukalit e ka bajtën në shpinë një shoshnian, Nik Gjeloshi, edhe i ka shpëtu jetën, Nik Gjeloshi ka pas mik gjithë jetën, se sa, kjo është, edhe do të prendojmë se në atë kohë, edhe ato kronik kanë si i kanë shkru, as ka pas telefon, as celular, as nërlidhje, pra, Kolbiba të i kënë eksponenti i qeverisë, ka pas nëj gazetar që i ka shkru dhe ka kënë mafër, kurse këto tjera të kanë metë pa u pasiu. Për kronika që i ka mbajtur kë punojsi i rrethit Dukagjinit, është kronik gjakftoft, e përpikt, e sakt, që difton me detaje, pa hynë në hollësina, interiorarin e gjitha veprime për 3 javë të ushtrisë Jugoslave në teritorin e Dukagjinit, qendresën e popullsisë shoshit, shalës, krahinave tjera për rreth, dhe qendresën edhe të italianëve, të cilët u ras patan mjallë, në kuptimin e fjalë se ishte një ushtri e pa organizuar mirë. Rëndësi për këtë ngjarje kanë edhe kujtimet e David Tocqueville-it. Ka kënë shef i zbulimeve sekrete angleze për Jugoslavinë dhe ky ka ardhur në krye të kësaj ramate, ka kënë vetë Tocqueville, ka shkruar një libër udhëtimet e tij në Shqipëri, ka fjet në Vuksana i Charles të shtëpia Mirashnot, edhe me një batalion ka pas marrë drejtimin në drejtim të thethit e në Bogs. Manej kur kanë marrë vesh pushtimin e Beogradit, janë kthye, edhe thot nuk patën faj malsorët shqiptar që u irrituan ndaj nesh, pavarësisht se ne nuk e kena ditë situatën, sepse armiqësia shekullore që kanë shqiptarët me serbët, nuk mund të kalohej për një ditë, nuk është bën propagandë me u kallëzua se kjo ushtri po vinte me luftu Italinë, s'kan ditë asgjë malsorët se po shkojnë me luftu Italinë, aq më tepër as bajraktari i shoshit, as i shalës, Lash Gjeloshi dhe Kolnov nuk u kanë premtue atyre të hajdeni se do t'ju mbrojmë, po të kishin marrë garancinë nga ata, nuk i kishte prek kush, edhe si ka prek as kërkush, deri si kanë fillu me grabit, me plaçki dhe me vjell. Ishte rasti i brasht, që diftën e me një prekja. U kanë lanë me hangër gratë, pra kjo diftën fisnikrin, bukën nuk të nalë malsori, po ku shkon me i grabit, edhe s'ka, i mërë gjithë shka, edhe e vret, atëherë dy duhet për i kilo janë, edhe gjithë kush të thënë. Për si trajtohet kjo histori në palën e ish Jugosllavisë, duke marrë shkas edhe nga mënyra si trajtohet Skënderbeu për shembull në Turqi, në librat e historisë të nxënësve si tradhtar. Ndërkohë që ne kemi hero kombëtar. Nëse ke informacion, si e trajtojnë? Me sa kuptohet ajo te Jugoslavët e kanë përjetuar uran shumë. Pra ishte një në përkamje e një autoritetit, një shtetit nga një krahin, që jo me shit menos, se kam natyrë me shit menos, por këtë do të thoja për gjitha, është një humje e pa imagjinueshme. Kur e thot David Hidhe, ata atër më jenë mënu me justifiku si kurse ne kemi luftu për Italinë kundër tyre. Por, shqiptarët nuk kanë luftu as një push, as i shoshnian, s'ka pas krah për krah ushtar italian. S'ka pas me ushtar, ka kanë milicët dhe kanë ikë. Territori i shoshit e i shalës, e i pultit, e i prekalit të zbraz për italianët. S'ka pas ushtër hiq. Garnizoni i fund të milicisë italiane ka kanë në ushtrajt, të kazermat e ushtrajt. Edhe s'ka pas tjerë. Pra, në qofë se Dukagjini do të kishte luftu për krah italianëve kundër Jugoslavëve, do të ishte luftë e gabume, po nuk është luftuar. Është luftuar në kushtet e vetëmbrojtjes ekstreme. Edhe kanë fati i madh. Pra fati shkon me fitimtarët shpeshherë. Si duhet trajtohet në librat shkollore? A meriton një mësim posaçëm
ose një modul që bëjnë në pjesën veriore, për shembull vendlindje apo diçka e tillë, konsultantë dhe kanë një modul të tillë. Herë radh parë duhet trajtuar se një ngjarje nuk mshefet. Mshefja e ngjarjeve është karakteristikë e vendeve totalitare, ose post-totalitare si jemi na, ose nga shumë gjëra që ne shqiptarët, gjërat negative do i mshefim ose do pozitive nuk do na me thanë prinat kundërshtarit. Ajo duhet trajtuar ashtu siç ka ndodhur. Në një klim në Shqipëri ku një pjesë dërmuese e intelektualëve po dhe popullata i shkon mrapa që historia e Shqipërisë duhet shkruar nga e para. Jemi në këtë vazhd apo jemi në këtë kaos ku njerëzit pretendojnë diçka të tillë? Nuk jam nga ata që them për çdo gjë duhet shkruar historia. Ngjarjet historike kanë ndodhur. Kjo ngjarje është shkruar, më ka ndodhur. Është halli se si interpretohet. Ti, qofse unë interpretoj si luftë fashiste, si luftë plaçkice, unë atëherë do i bë një krim. Qofse e trajtojnë kompleksitetin e vetë si ka kënë, duhet dalin gjitha anët. Se pra, nuk themellëket, nuk duhet parë edhe nga ana e jonë vetëm si triumf. Pra, mirë ishte që mos ndodhte kjo luftë, po ndodhi dhe viktimi ishte vetë ushtëria Jugoslave ishte viktima më e madhe, pastaj viktimi ishte Dukagjini, pastaj Shqipëria. Shqipëria ka kanë shesh luftën, edhe luftën e parë botërore, luftën e dytë, kjo ishte një nga ato skena që ja përdor nga fuqitë e mëdha, por shqyrë që organizu një luftë antifashiste, e organizuar e mirë e keqes ishte shumë e mirë. Derisa kanë luftuar për Shlerim, jam kategorikisht çdo luftë që bëhet për Shlerim kombëtar është e mirë dhe i lumtur aty në Gjirotojnë. S'ka diskutim me këtë punë. Edhe shumë mirë kanë bëllë Jugoslave që nuk ishin çlirimtar ata. Çlirimtari nuk vjen me të dhënë nerin, familjen, dinitetin, pasurinë edhe me të vrarë. Provoja ti sulmoj Amerikës, vreja ti 5 ushtarë gjallë, ç'a të bën? Pra një të dy dorë për i krijon atë punë. Kjo punë duhet parë ashtu siç ka ndodhur. Dëshmita janë të besueshme, ai ka rezistuar kohës, para që mos biem në thjesht më tha filani apo e dëgjova sa ishte i vjetër apo etj. A kemi dëshmi që të cilat të mos kontestohen, pra ashtu siç i kërkon bota në dëshmi. Unë kam bën një botim. Pra ti ke bërë një botim për këtë. Çfarë kanë kënë arkivin e shtetit? Çfarë ai botim? Muzeun, arkivin e Muzeut Historik që është kronika kryesore. Kujtimet e David Okelhellit. Shtypin e Kos. Edhe ma vonë është marrë edhe Romeo Gurakuqi që kam koleg profesor Romeo, edhe ka trajtu, ka gjetë 2 dokumenta, një angles edhe një jugoslav, që trajton me saktësi këtë ngjarje, edhe ka të libri Tokat e lirume. Edhe atyre që kam referu. Mane janë vetë personazhe që kanë kënë gjallë aty. Janë personazhe që kanë kënë gjallë, që kanë luftu, nuk kanë ndodhur për 100 vjeç. Unë i kam njohur vetë, i kam një gjuhë i fol vetë. Në kam njohur Gjergj Qerimin e Lotajve, i plagosën e ka pas baba i Nikol Gjergjit futbollistit. E ka pas gjunin e smur tan jetën. Unë shtritë kamën se po sa më shumë kalon koha, prej aq më shumë është pluri i harresës që u bie sipër këtyre dokumenteve. Kjo është papërgjegjësia jonë e organeve të pushtetit që kanë kritere politike, preferenca ideologjike edhe ignoranca kulturore në trajtimin e tyre. Pra, kjo ngjarje nuk i bjen kërkujnesh, nuk thyen kërkën, duhet kujtuar, brezat ta din se ka ndodhur, duhet ketë labidarin e vet, duhet ketë s'ka asnjë pllakad ose labidar të kësaj gjë që e përfiton. Dëshmorë të shpallur, asnjë nga këta nuk është shpallur dëshmorë në Granis tash 15 vjet e Granis propozimin për me shpallur dëshmorë, inshallah po bëhen këtë vit, por si nuk shpallën dëshmorë ata, si nuk bëhen ti labidar nga pushteti lokal, komuna, administrata, bashkia, nuk e bën ata autokon me boshoshanë për. Kanë bën varre si familjare si shkojnë 20 milion lekë. Me bën labidarin aty se Dukagjini është atraksion turistik, edhe ta shohin gjithkusht se këtu, si të shohin labidarin e planit. Kam kënë me njerëz nga jugu, nga disa zona për punë policore atje, edhe habiteshin si ka mundësi me kënë majet malit vëra 90 vet. Edhe këtu duhet të ketë për kujtëmuarin e vet. Edhe lufta e vitit 1915 që janë zanë 1500 në rob në Daka i Çalës, nuk e ka i labidar. 2 ngjarje kulmore, më të mëdha të Dukagjinit. Kjo është më e madhe nga gjitha.
nuk e kanë kaj lavidar. Këto janë në rojnë Shqipërinë, mërë. E ke në rojnë Shqipërinë. Të ka një mu zoti, të ka një mu ora, të ka një mu terreni, të ka një mu, edhe e kanë përballu, ashtë më katë në që ose lambës me jeru. E dyta, Patër Zeflumi ka përshkru fragmentarisht shkurt 2 faqe libër në kujtimet për rastin e një nanës Nik Delis, dëshmorit Nik Delia, nga Ndërzinet e Shoshit, që bëjë filmin Sofia. Edhe, unë nuk e kam pa filmin, po kam shumë qef me pa, se kam kënë punë, që e ka pa kjo Grisha, Eduard Grishaj. Ka ardhë, Serbo Malazezi i plagosën, tu i vdeke i ka hi mrenë në shpi. Djali kanë kënë duja për unë të vdekun vishë, që janë vëra në Gurt Kuq. I ka kërku bukë, stresa kënë duj dekë. Kur kanë arë shokët e vete e kanë gjithë ato, i kanë thonë, djalin e ketë vëram, kjo është ushtarë serb, në Gurt Kuq të kanë vëra, edhe kanë zirë push me ja vëramren. Edhe ka thonë, mos guxojnë kush, ashtë në bezë zotit emen, edhe nuk ka burë nanët si e preket. Djali jem ka luftu kundër këtynet, se kanë ka i delë zëtvenit. Këta i ka njës dikush, edhe këta djem nanash, si djali jem, edhe ky e ka i nanë. Edhe e ka përcil me njerëz të besum, e kanë përcil shnosh e mirë, mas i ka lill plagët, e hangër e pi, e ka shku në Jugoslavi, a i filmin që sa ba si që duhet, është një gjetje shumë e meritume, edhe ajo nana është heroin, edhe nana Nik Delis. Po kjo vë në duke traditat, që ka Dukagjini, që nuk e prejt në bes miku që ka brënda. Po s'ma fjare e punë. Dhe prandaj duhet parë në kontekstin e traditave, mendësisë e zonës, që të kuptojt edhe rrida e luftës. Kjo është si drita e djelit, e pasër e din, jo vetëm Zeflumi që e ka shkru, po e din, tanë brezi i asaj kohët, edhe njerës që janë sot ka 70 vjeqa, 80 vjeqa e kanë njoftë atë grunë. Prele, unë të falenderoj shumë që ndave këtë ngjarje me gjithë teleshikuesit e emisionit Arom Shkodre. Bëm mirë që e sodhëm, sepse ne i nxisim këto histori që janë domethënëse ka është rëndësishme për Dukagjini, por që nuk i përkase vetëm një zonë, por gjithë Shqipërisë. Faleminderit. Pra lufta për drejtësi duhet të evidentohet. Përgëzoj shumë, ke ba një punë të mirë, vazhdon të bashkë, duke si vazhdimisht vlera. Kjo ngjarje folën është ai fjellë me pasion, jo forticiet që e kam zakon, sepse në nervozon se nuk meriton me nejnë hije. Jo se ka ndodhur në shosh, po kudo që të kishte ndodhur në Shqipëri, edhe në Ballkan, mua ngjarje të tilla me frymëzojnë, me emocionojnë, edhe duhet unë të përgëzoj që vazhdimisht temat të tilla ti trajton në botime të ndryshme. Se mirë është të mbeten të shkruara Prel, po dhe televizioni media e bën rolin e vet, por të përgëzojnë për botimet e vazhdueshme në këtë drejtim. Atë punën teme sa ka mujt, do t'u them miqve të mi krahinore, studiosve, le t'i plotësojnë, mos të më shohin kush me sy shtrem se nuk më përmend e gjyshin, aty gjithë me emra nuk përmenden, por unë jam mundu këtë ngjarje, edhe ky ka kënë qëllimi, me zhveshën nga drejthijet të cilat e kanë lanë pa ekspozume. Edhe e them me përgjegjësi shkencore, morale, se nuk është luftë as fashiste, as plaçkitse, por heroike, atletare dhe shumë burnore. Faleminderit që ishe me ne në studio, ndërkohë që do të kalojmë në pjesën e dytë e emisionit. Nga historia e kultura, por kush do të jetë e ftuara në studion e emisionit Arom Shkodre, pas pak. Dhe pas bisedës me studiuesin prej Milanin, ne do të kalojmë në fushën e kulturës, në pikturë. Në këtë fushë ne her pas here edhe kemi lëvruar në emisionin Arom Shkodre, ku kemi zgjedhur personazhe që kanë folur me shumë pasion. Por shumë nuk do të harrojmë bisedën e këndshme që kemi bërë me piktorin e madh Skënder Srica, ku solli vetëm një detaj shumë interesant, se çdo të thotë të pikturosh në dimër, sidomos në zonën malore, dhe kësaj radhe vendi në këtë studio i takon një piktore me shumë reputacion, jo vetëm brenda kufive shqiptar, por edhe jashtë kufive shqiptar, por që vjen për herë të parë në emisionin Arom Shkodre. Karriera e saj duhet thënë që intensiteti më të mirë ka pasur 3-4 vitet e fundit, por si piktore ajo gjithmonë ka pikturuar që në fillimet e saj të hershme. Dhe unë pa humbur kohë do prezantoj amiken time, Sidita Islami. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin Arom Shkodre. Përshëndetje Gozeta, faleminderit shumë për ftesën. Jemi njohur, faleminderit. Jemi njohur rastësisht në aktivitetin më të fundit Gratë Frymojnë Vlera, ku jeni zgjedhur ndër 10 gratë më të suksesshme në Shkodër fal punës suaj të vazhdueshme. Dhe
Sinqerisht, unë ndjeva pak në faj që unë nuk kam pasur mundësi t'ju ftoja më herë në emision Arom Shkodrën, ndoshta nga që shpesh artistët, sidomos ata që janë modest, nuk është se evidentohen shumë në qarqet e artistëve ose nuk evidentohen dhe shumë në media, po punojnë si ajo bleta punëtore në studion e tyre dhe në ECEAK-et e ekspozitave të ndryshme. Unë të përgëzoj për punën e mrekullueshme që ke bërë. Faleminderit shumë. Je në një profesion që e do, apo jo? Po, patjetër, është një profesion që ndihet me zemër, edhe kërkon që të preket, ndihet me zemër, edhe une kam pas pasion që në moshën e hershme, edhe gradualisht ka ken një pasion, filloj duke ushtru si profesion. Po, një pasion që nuk u fik, pavarësisht se ti ke dhe aktivitetet të tjera në jetë, pra ke një biznes tëndin, por një herë është nën e 4 fëmijëve. I them këto që në fillim të bisedës për të nxitur çdo teleshikues, jo vetëm thjesht ta ndjek bisedën tonë, por për të marrë motivet e duhura se gjithmonë jemi të gatshëm të nxjerrim justifikime dhe të themi nuk bëhet, kam këtë angazhim, jam nën e kaq fëmijëve dhe pastaj kam probleme, nuk arrit do të merrem me pasionin. Po ti e do pasionin, ke vazhduar të merresh me të dhe ja ku është edhe rezultati. Për të gjithë teleshikuesit ne kemi përgatitur një insert të shkurtër, le ta ndjekim atë në pak minuta ku kemi sjell një biografi të piktores Sidita Islami. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. Sidita Islami, karrierën artistike e nis me pjesëmarrje të suksesshme në ekspozita kombëtare në vendlindje. Një arritje kulmore ishte ekspozita personale, emocione jete, kushtuar forcës dhe identitetit të gruas. Kjo ekspozitë u vlerësua për thellësinë emocionale dhe konceptin e saj artistik. Më pas u përzgjodh në konkursin ndërkombëtar të akuarelit Bienalja e Tiranës, edicioni i 6 ku paraqit me veprën duke kërkuar dritën. Sukseset vazhduan me ekspozitat 3 shitore dhe muaj pikturës në Vushtri, për të vazhduar me 2 ekspozita artistike në Ferizaj. Arritje ishte pjesëmarrje në konkursin ndërkombëtar në Indi, ku u vlerësua me medalje bronzi, vendi 3, mes artistëve nga e gjithë bota. Më pas u pranua në ekspozitën në shtinë të Kosovës, William Walker, edicioni 2. Në vim u përzjodh në ekspozitë në Milano, Gjeniu Universal Leonardo da Vinci, së fundi u pranua në Kapadoki dhe Torino, Muzeum Mit dhe do të vazhdoj të përfaqësoj vendin e saj me dinjitet në skenën ndërkombëtare. Këto pra ishin rezultate që na kanë befasuar të përgëzoj për këtë aktivitet shumë të pasur në fushën e pikturës. Por le të nisim gjërat me radhë, sepse kështu ndodhet edhe në emisionin Arom Shkodrë, kur vjen për herë të parë, detyrohesh të prezantohesh, ndoshta që në fillimet e para. Po. Si u gjende në pikturë? Është në fillimet e mia, domethënë pasioni nuk është se është pas kështu kërkon. Pasioni, arti është që të kërkon vetë, dhe më thonë. E ndjeve këtë? Normalisht, fillimet janë si nuk e tregon frigën, fillim vështërsit, akoma veç është thjesht si pasion, e punon. Po, e ke nisur me vizatime të thjeshta, të vogla, pa e ditur. Dikur kanë me lapsa. Po, me lapsa. Dikur me lapsa, me akuarel, akoma i kam punimet, edhe kam shumë nostalgji. I ruan, vazhdimisht, je nostalgjike asaj periude. Janë punimet më të bukura që unë i vlerësoj, sepse unë jam relaksu shumë me akuarelin dhe me ngjyrat, me lapsa. E, kuptoj. Kur krijove punimin e parë që ja tregove dhe të tjerëve, pra nuk mbeti aty tek shoqja, familja apo diçka e tillë, por kur e bëre ti atë punim që edhe sot e kujton mënyra si u prezantove? Për mua është diçka veçantë se dikur ka kënë mësusja klas parë, që akoma unë njek, edhe po atletër, aja njek dhe me thonë, e falenderoj, se është dhe me thonë dikur që e ka pa një fëmijë, është që e shikon dhe me thonë që ka pasion diqa,
Në cilën shkollë ke bërë fillon? Salo Alili. Në Salo Alili. Margarita Hasi është koken. E përshëndesi mësuesen? E cila aja i ka po fëmijët, cila i ka... Ju ka dhënë drejtimi, ka nxitur, Po tjetër, i ka nxit dhe unë pasioni nuk shuhet kur, e nin me zemër. E kupton. Si ti ke bërë një shkollë të mirëfirë të artit, pra ti ke ndjekur shkollën Prenkiakova, apo jo, e ke në mënyrë autodidakte? Po, pastaj unë jam detyruar shkollën me lanë për gjysë naltën, e cila unë tani do e filloj atë, nuk më ka nalë. Çfarë profili ke qenë në fillimet e para në studimet e larta? Biznes, është për biznes domethënë, Por që do ta rifillosh tani edhe një herë. E cila unë si non 4 fëmijësh kam pas edhe biznesin që e kam frekuentuar, kam kënë e detyrume dhe gjithashtu pasioni është prep që e kam majtë për mrena edhe kam me shpirt edhe kam punu edhe me art jam marrë gjatë viteve. Si piktore kur u evidentove, kur fillove në hapat e parë, që ndjeve veten që mund t'i thuaje vetes piktore? Unë kam fillu kur kam hap një studio timen personale. Ishe e martuar atje kur hape studio? Po. Ka një 4 vite Çfarë suporti ke nga bashorti jot? Gjitha. Pra i është njeriu mbështetës për ty? Po. Është e rëndësishme kjo gjë për ty? Është shumë e rëndësishme, normal se nuk duhet, për shembull unë jo me bë njërin, për shembull unë i bëj të gjitha, gjithashtu edhe pasioni është edhe angazhime. Pra ti nuk i lë e thënë ndryshe gjëmangut në familje, as bashortit, kështu që edhe ai që e ka mirënjohës edhe të ka mbështetur në drejtim të artit. Sidomos artin e kam pjesë qetësimi i shpirtit. Sa herë që unë gjatë ditëve që kena lodhje psikologjike, kemi angazhime, hap studion, unë shkarkoj gjitha energjit. Okej, e gjena të kohën se gjitha ty vuajnë, të koha. Ti e 9 e 4 fëmijëve. Po. Më i madhi është 19, më i vogli 10. Pra të tjerët janë ndërmjet këtij intervali. Dhe në këtë hapësirë që mbetet, dhe nuk e di sa i mbetet një nëne me 4 fëmijë, ti gjen kohën për të shkuar te studioja jote. Unë e gjej kohën, thash, është profili jem është që punimet e mia më shumë janë abstrakte, me teksturë, e cila më pëlqen kur i prek edhe ndjej. Edhe unë shkarkoj gjitha ato emocionet e bukura, sidomos kur lodhemi gjatë, ose kur jemi me miq në kafe, dalim. Jam shumë kundërshtare në çfarë ore një nënë 4 fëmijëve shkon në studio. Nuk ka orar. Nuk ka orar. Nuk ka orar. Po si gjendet rregulli, ai rregulli, po thonë kush rregulli treshit. Si gjendet ai rregulli që ti, okay, dreka gati, shtëpia, familja është krejt mirë. Është bërë rutinë tash. Del koha, se nga një sa del 24 orë. Të del koha, është bërë... është afër studioja me shtëpi? Po, e kam afër. Në lagjën Gjabie, është hap një studio. Sa kohë ke që ke hapur studio? 3 vite, kështu. 3 vite? Okej, kur shkon në studio ke atë ndjesinë e parë erdha unë të shkarkohem emocionalisht apo të frymëzohem emocionalisht? Është një frymëzim shumë i papam shumë i mirë për mua, domethënë që nuk ka orar. Thjesht një nanë që ka detyrime familjare duhet i kufizon ato punët edhe merresh të del koha. Se nuk u bën nami tani se i lajm perdet pak më rrallë. E gjejmë kohën mes angazhimeve për të shkuar në studio. Si ka mundësi që ti ndoshta je më i njohur jashtë kufive shqiptar se sa brenda kufive shqiptar? Po. Tash jo se jam edhe këto, por jashtë vendit kam marrë pjesë shumë vende, jam vlerësu. Atje arti është e shofin artin ata ka rëndësi që punen kur e bën, domethënë, e shofin punen si e ndin, si e realizon, për ta është okej. Sepse jam provuar unë shumë herë që kam marrë pjesë në konkurse. Si gjen informacion për shkuar në këto konkurse, përgjithsisht? Si orientohesh për këto konkurse? Orientohem, domethënë, miqt në artistë. Pra njerëz që i dinin ose ke komunikimin me artistë, të cilët njoftojnë që ka ekspozitat të tilla. Po, mjoftojnë, edhe nëse
Unë e pranaj për shembull, varet te koha. Cila kanë qenë disa nga vende ku ke shkuar në ekspozita? Në fakt, një herë në Kosovë, herë që jena një, Kosovë vlerësoj shumë dhe i falenderoj se kanë kënë shumë shtec në Kosovë, edhe du me ba një përshëndetje veçantë për një artiste, një kuratore, Emine Jetishin, e cila në vazhdim do punojmë kismet së bashku, pra keni një plan të përbashkët? Po, kam kënë, dhe me thonë, edhe në ekspozita, në shtim të Kosovës, më ka vlerësu. Kur shkon në Kosovë, me çfarë tematike shkon? Shkoj me atë gruan e brisht, gruan e bukur, e shumë punëtore, dhe me thonë, edhe e shkarkoj gjithë atë. Po, pra ti nuk është se i përshtatesh një X tematike që do ta mirëprejse në Kosovë, po ti sjell frymën tënde dhe profilin tënd. Varet e frymëzimi jem, edhe varet e temat që ata me temat se si mund të realizojnë, une si mas temave që kojnë, i realizojnë. Po, e ke kuptuar se dashur pa dashur në këto lëvizje të vazhdueshme jashtë kufive shqiptar, e ke kuptuar se çfarë është mirë të çosh? Çfarë është mirë të bësh, të paraqesësh, sepse ndryshon preferenca nga njëri vend në tjetrin. Pra, a e kupton publikun pa shkuar ende pranë tij? Po, normal, për shembull, atje ka shumë artista, unë frymëzohem shumë, më shtesin, edhe unë filloj edhe ata korrigjimet e mia, normalisht fillan për çdo herë. Po, ke pasur një moment që ke thënë, nuk duhet kisha ardhur me këtë, duhet kisha sjell diçka tjetër. Jo, asnjëherë, sepse është një eksperiencë e bukur, nuk është çdo artist e ka atë artin brenda vetes, edhe emocionet e bukura kur i shkarkon në çdo telajo. Pra ti je vetvetja në atë që çon? Po, patjetër. Dhe ti çon atë që të ka frymëzuar, pa u diktuar, pa bërë një, le të themi, jo hile, po si tip llogarie. Që në qoftë se unë për shembull do shkoj në Irland, po e marrim tash, unë do të çoj këtë gjë në Irland, sepse ndryshon publiku atje nga një publik në Itali. Në shojnë, po, patjetër, në shojnë, sidomos jashtë vendit, i herë duhet atje të kërkojnë punët, mi 5-6 punë. E ke të vështirë të lëvizësh me piktura në aeroporte? Po, në fakt, është pak e vështirë, por asnjëherë nuk kam iniciativen që nuk tham asnjëherë që nuk bëhet, po do e provoj edhe bëhet. Asnjëherë nuk kam... Pra kalohen pengesat i mëson paraprakisht rregulla që duhen kaluar pikturat. Po, kam edhe tash një ekspozit atje me disa punime, jo një. Si do kalojnë këto? Në rrugë toksore, ku? Çfarë vendi? Apo ajrore? Në Torino, të Italisë, atje në Muzeu MIT është një ekspozit që zhvillohet aty në kurimin e Guidos, edhe është një artiste e madhe, kuratore, Fadilja, e cila përshëndes shumë, jena alatë u marë. Pasi kriju shumë miqësi. Po. Në ekspozita. Përshëndes shumë, e cila ka kënë mështetë salaja, normal se na... Marin pjesë edhe nacionalitetet të tjera të piktorëve, apo janë shqiptarë që përmbledhin të vende? Atje do marrin pjesë disa, nuk ka, dhe me thonë, kolektive është, por unë do çoj disa punime atje. Është një ekspozit shumë e veçantë e madhe, ka me kanë... Qarë, kur vjen një vizitor jashtë kufive shqiptar, çfarë pyetje specifike bën ai kur vjen? Do të thënë çfarë do të di dhe ku ndryshon nga një vizitor në Shqipëri? Në rrallë parë ata shohin profilin, artin, dhe me thonë atë profilin tënë kryus, si e ke realizu, tjerat nuk kojnë rëndësi për ta, thjesht shohin punën që i banë. A ka një, i paraprin ekspozitës një prezentimi profilit tënd për ardarsit, apo jo, aty e kanë kontaktin e parë me ty? Në fakt edhe me mu, por ka dhe disa... Që ndodhin prezentime më përpara. Po, tjetë. Ja vlejnë këto ekspozita jashtë kufive shqiptar për artistët shqiptar? Po, për mu po edhe këto. Pavarësisht se atje është tash, atje vlerësojnë punën që bën, domethënë. Ka tjetër. Ka mbetur ndonjë pikturë jote jashtë kufive shqiptar? Kam mbetur, po, edhe kam.
por atje i rujnë shumë, janë dhe më thonë të rujtëna mirë në për muzet, janë të rujtëna shumë mirë. Ke mallë për ndonjë pikturë të cilën e le, por që... Janë disa punime që nuk e kam, që i kanë marrë dhe më thonë, kanë ardhe i kanë marrë, por edhe kam nostalgji normal. Edhe ke nostalgji për ndonjë që është bërë në... Kur pikturon, je më shumë e lumtur apo i trishtuar? Jo, jam shumë e lumtur. Në atë moment që ulesh, a? Po, normal. Pra ti ndihesh aktive, entuziazmuar në momentin që ulesh. Shumë aktive, sepse thash, arti nuk është se kërkan, të kërkan ai ty, arti të kërkon. Edhe thjesht është gjithë lodhjet, gjithë ato energjit që ke atë gjatë ditës, të rregullon komplet gjendjen shpirtërore tënde. Ose kur je tu pi edhe i kafe me shoqni, me familjen, kudo që të shkash, dhe më thonë e ke atë... Efektin pozitiv që t'jetë piktura. Normal, që sikur unë do ulem punoj, dhe më thonë i tesh, për me realizu... Po, ndalim pak tek ekspozitat në Shqipëri. Dakord? Si ndihesh në Shqipëri? Në ekspozita, lidhur me organizimin, a është një ti organizim, a janë më mirë andeja, apo këtej organizimet, a ka më suport miqësor në Shqipëri, apo atje si gje? Në Shqipëri më pëlqen sepse kam fillu mu njoft me gjithë artistat, sepse të vlerësojnë, pëlqen edhe kritikat e tyne, sepse realizon, dhe më thonë, njëhesh ma e fort, ma... Unë i kam miqë... I kanë dashamirësi, i kanë objektive kritikat, apo i kanë pak xhelozi brenda? Jo, nuk ka. As për vedin tem, unë thamë nuk ka as xhelozi, as nuk ka. Thjesht për mua mbështetje. Për mua mbështetje. E kuptoj. Do mbështesim njëri tjetrin. Ka ecur piktura në Shqipëri? Edhe pak dhe me thonë, po është piktura në Shqipëni, thash, është thjesht pasioni që varet kush e vlerëson, se këtu është pak i fije vendi që duhet me pas shumë mbështetësa. A në Shqipëri e thua këtë? Duhet kemi shumë mbështetësa në Shqipëri? Pas shumë institucionet vend lirshëm, hapësira për me kriju, sepse qyteti Shkodrës është vend i kulturës edhe ka shumë artista, sidomos edhe të rritë që janë ata fazat. Pra Shkodra duhet këtë më shumë hapësira për... Duhet këtë fije hapësin, po, edhe mbështetje për... Galeria Arteve, për shumë, si të duhet si ambient? është i përshtatshëm për ekspozita? Është i përshtatshëm, dhe më thonë... Një vend më të përshtatshëm, diku në qendër ka t'i para për bashkisë? Po, diku në thjesht varet, tash inshallah. Nuk bëjnë gjëra aq lehtë, për momentin kjo ekspozita. Inshallah shpejt. E kuptoj. Jemi të realizmi apo nuk jemi të realizmi? Si mendon? Mos ndoshta jemi shumë të fokusuar të realizmi në Shkodër dhe pak në frymën e modernes, abstraktes? Tash, unë jam të analuje të pikturës, unë jam të abstraktja më shumë, sepse të thash, unë aty që jemi... Edhe vetë teleshikuesi përmes videos që po transmetohet në ekran. Edhe portretet, më pëlqen mi ba, duhet me detaje, po sidomos unë kur du me e shkarku ata energjit, si thash unë ty hyte abstraktja, ka ata gjenet emocionale të mija, ose diqa. E kuptar. Unë e realizoj këta, unë e thash, edhe pejsazhe, ulem natyrë, për shembull, edhe më pëlqen. Okej, në pjesën më të madhe të kohës se krijon kur je në studio apo kur je në natyrë? Në studio. Në studio më shumë. Jam më qetë, normal. Jam e qetë. Jam kreative më shumë, shumë kreative jam. Janë bresa të fiksuara, si ato me në mendjen tonë dhe ato pastaj konvertohen në piktura, ku jo detyrimisht duhet jenë realiste, apo jo? Po, normal. Atë që ta nin shpirti e hau të lajo. Asnjëherë nuk e ndryshoj. Në këto ndjesi që ke hedhur, ka ndonjë ndjesi që e ke kuptuar vetëm ti, duke dashur mos ta bësh publike, por ke vënë re që ata kanë kuptuar deri diku? Tash punimet zakonisht për tonë artistat, gjithsesi në punimet e tia krijon ka një të ngjyrat, të varet jo vetëm të për shembull të puna që ki bë ata gjitha ata
punimet, gjendja emocionale tyne e hedhin te lajo, edhe asnjëherë nuk është thjesht krijan diçka të bukur, domethënë. E kuptoj. Përgjithsisht, kush ata që afron, sa kohë do piktura jote ti qëndrosh afër për ta kuptuar? Sepse realisja, për shembull, i vëre që njerëzit ke parasysh kalojnë, e kuptojnë me një herë, ngjyra, sa bukur ka dalë mali, apo gjëra të tilla. Pëlqen ngjyrat e nisda. Ti do që të rinë çik më shumë se. Po, tash për se sa 10 sekonda, ha? Domethënë mirë është që të ri pak më gjatë. Po, më varet për shembull te punimet abstrakte, nuk ka se ka një kohë gjatë. Kur punon një portret ose një peizazh duhet me detaje shumë deri që asnjëherë nuk tham e kam marru. Po, nuk detajet flasin, secili ka diçka për thënë. Për shpirt du me pas prep, edhe deri që nuk bëhem kur me thonë e kam marru, thjesht pëlqen deri. Ka nga ata që të thonë, domethënë si shumë abstrakt të thonë. Ose si ndihesh kur dikush që vjen, i cili nuk thellohet, por e shikon në pamje parë dhe thotë ç'a ke dashur të thuash, se nuk e kuptoj. Çfarë i thua këtij individi? Një punë abstrakte, sidomos portretet ekspresive që kam unë më pëlqejnë shumë, gjithsecili kur shikon një punë ja vën një emër, gjithsecili. Jo vetëm pastaj në fund më thot për shembull dhe me ditë se çka kam bë, po gjithsecili krijon atë brendësi të vetën kur e shikon një punë, domethënë. Po, a duhet të di, për shembull, vizitori një kod në fundit, një kod artistik, teksa vjen, e gjen, e lexon këtë kod dhe pastaj lexon kuptimin. Apo është momental? Është momentin, domethënë e shikon për se çka ka bë artisti normal që e shikon edhe si për shembull te një portret. Unë kur kam hap ekspozitën, kam bë një portret vajzës. Ashtë edhe një fëmijë i vogël e kupton se çka vjen aty afër dhe thot për shembull, këtu jam unë. Këtu dukem si unë, enjoy unë me të. E gjen gjithkush veten te një punë. Pra në një mënyrë, po, mirë thatë. Ose ja vën një emër, çdo kush. Edhe kështu që normal që i kanë qef edhe me ditë. Kjo më ka bërë shumë përshtypje dhe ja ku jemi edhe te punimi, ndërkohë dhe mund t'i referojmë. Por çfarë është profili jem, është shumë interesante. Ja ku është. Çfarë do të thonë ja? Duart ashtu thirrje për jetën. Aja thirrje për jetën, e cila ka marrë pjesë në sallonin e vjeshtes. Si u prit? Shumë e bukur sepse ato dur janë dur të një fëmije, po thujse që gjithmonë thirrje për jetën ka kanë sado prind ke qef për mi pas gjallë ton jetën, sado di që të plakesh prep ke nevojë për prindin. Po, kanë domethënë një ngjyra që janë përdorur këtu? Këto të ngjyrat kafe janë ato ndjesitë e shtëpiave të vjetra, që dikur nanat sa që ke dëshirë për mi pa akoma. I kam domethënë realizu. Shumë interesante kjo, ndërkohë që do kemi mundësi edhe piktura të tjera, ndërkohë që lëviz videoja, si teknikë si quhet kjo, pak a shumë? Instalacion apo diçka tjetër apo jo? Kjo është janë punime me teksturë, me teksturë. Po janë që i kanë pëlqen ashtë profili që më pëlqen edhe mua për me realizu. Këtu ma kanë bërë shumë përshtypje ngjyrat. Luan goxha me të bardhën, po dhe ngjyrat e forta në disa detaje. Po me të hapur, me bojrat e hapta, luan pak më shumë. Dallon tregu në Tiranë me të Shkodrës? Për mu njësoj, njësoj është, varet thellësia mbrëndësi, se dhe me thonë një punë e jotja, unë jam, kur realizoj punë, aty... Po, se po në të prejtë, çfarë ke përdorur në ato rëmbullaj që jashu? Jo, aty kam marrë pjesë në bienale me shumë artista, nga gjithë bota. Kolektive është, edhe ato janë artista që kanë sjellë punimet. Unë kam sjellë një punë tjetër me akuarel, duke kërkuar dritën ashtë këto, është një punë e cila... Po, mund të mbani pak aty regjia, kthej pak sa më mbrapa, nëse mundesh, ja te kjo.
Okej, ja sa ta... Po, ja ndalëm. Nëse do e komentosh. Kja është duke kërkuar dritën. Gjithë vështërsitë, pengesat, pavarësisht se ki, dhe me thonë, pas dëshirën gjithmonë e ki pas mendjen të arti, duke kërkuar dritën në fund gjen një tunel me lule, aty në fund gjen parajsën, edhe duket qartë. Pra, jo gjithmonë fundi i tunelit është i errët për njerëzit, ëh? Gjithmonë do kërkosh dritën, por ti e ke quar për te, e ke quajtur parajs, domethënë duke vendosur detajet e lulës. Jam besu me këtë punë edhe më kanë ftu, edhe i falenderoj shumë pjesëmarrësit aty, organizatorët Helidon Halitin, Ormira Lulanin, i cilë më kanë ftu unë, i falenderoj shumë. Sa gjë mirë. Është shumë interesante kjo. Po. Ky punim abstrakt. Si e gjete idenë për këtë? Shërbeu diçka, një detaj? Është nuk ka kënë... Ndodhi diçka në përditshmërinë tënde dhe mbeti mendja aty dhe pastaj e hodhe në skic? Kjo ide ka kënë tunajt, në qëtësinë tonë veç ka kënë një punë momentale. Thjesht një realizim i shpejt mundësisht. Edhe më pëlqej kjo ide, dhe me thonë për me kriju. Ashtë punë me akuarel, thash që mund pëlqejnë shumë. Kryesisht me akuarel është teknika më e preferuar e jotja? Po, akuareli edhe me teksturë më pëlqejnë. Punimet me teksturë, me spatull, ta janë që unë... Qartë. I preku. Unë do cek një detaj shumë interesant për të gjithë teleshikuesit. Ju jeni dhe mbesa e mishës madhe Zylia Miloti. Po. Ju kemi pas shpesh në aktivitet së bashku? Ka kenë mbështetje për mu shumë allaja, se aja është artiste, kuptohet, edhe dikur artiste në tana drejtimet. Dikur e ka kenë piktore edhe e din që është arti. Tani do më ndalesh të kjo detaj, se këtë nuk e kemi ditur që ajo ka qenë piktore. Si piktore, dhe me thënë, një informacion më shumë, se kur është personazh ka që njërë, ka që dashur për gjithë Shkodranë, gjithë Shqipëri, më kudoj ku janë shqiptarët, kanë një adhurim për Zylia Milotin. Ajo pas ka qenë dhe artiste piktore. Në tana drejtimet. Një shpirt artiste në të gjitha drejtime, por në pjesën më të madhe ne e njohim atë si aktore. Pas ka qenë piktore? Mbështetje, so herë që unë kam punu, kam dasht me pas dikën ofër, edhe gjithmonë e para ka kënë që ja kam tregu, e i kam thonë si e kam punën. Gjithmonë këtu e ke bukur, ose këtu e ke keq, për shembull, për mu ka kam shtetje. Vetë Zyli ka vizatuar? Dikur, aja ka pikturuar? Po. Edhe tash e din, e ka atë shpirtin e artistit, e din dhe me thonë si që është arti. Edhe du me e përshnet shumë. Është e rëndësishme për ty që kur thuhet fjalët të thuhet me atë ëmbëlsinë e zonjës Zylia Miloti. Se ka përshtypjen dhe kur ta thot diçka ta thot gjithkusht me atë ëmbëlsinë, për ty është e rëndësishme, domethënë njerëzit mos jenë të drejtë për drejtë, po të jenë më të ëmbëlshuar. Kush merret me art. Ashtu ë? Është lum kush merret me art, sepse domethënë çdo ditë thash që jena në për punë, në për gjithkund, dhe më thonë, nihesh shumë mirë, nihesh shumë bukur. Vijnë fëmijët në studio, prekin penelat e tu, të ndërhyjnë të një pikturë, të bëjnë diçka, e lënë dhe ata një gjurmë? Tash ata nuk ka se merren me art. Nuk e ka janë sportista. Sportist. Do të thotë që shumë vajza molle pak edhe më ka një mu, dhe me thonë, të pjesa, kur i ka komentu për shembull, ka kenë atë pjesën, gjithmonë, kur kam dash për me realizu punimet, para se me hap ekspozitën. Ndërkohë që vajza dytë? Edhe shiku, janë merren me sportin më shumë. Marrin me sportin, po. Çfarë lloj sporti? Volleyball, djali futboll dhe kam një vajzën e tretë me gjimnastikën, është kampion Shqipënia. A ju një familje sportisash dhe keni vetëm një piktore si qërshia mbitar? Si thash, është shumë e vajzën e ke në gjimnastik, e cila ka dhe garën nesër me sa kuptuam në një bisedë paraprake? Unë jam e tensionu me fije. Ka pasur rezultate në gjimnastik vajza jote? Shumë të mira, po. Deri tash shumë të mira. E ndjek dhe vajzën, e gjen kohën edhe piktura dhe vajza për të... Do të mi njek tana. E kuptoj. Dhe të del 24 orë shi si dita? A të dojë të ishte më i madhë? Thash, e gjen kohën. Ale të nejtë mundësisht të poj film, të ledzu ose një libër për shamu, që e gjen kohën me realizu i diqa të vjen natyrshëm.
Edhe po. Nëse do kishe një mesazh për të gjitha nënat të cilat e shohin jetën pak me trishtim, kanë pas ëndër dikur të merreshin me diçka, por thot, shkruaj ajo Binja, po tani je martuar, po tani ke një burr, ke një shtëpi për të mbajtur, ke kalamaj për të rritur. Për shembull, është si me kanë me hap një ditar, i vit para, aty shënën se që donë me ba për vitin tjetër. Çdo vit... Kështu shkon me plane si dita? Tash nuk janë pall me plane, po kjo energji të vjen natyrshëm. I vend detyrë për shembull vedit që duhet me ecë përpara. Ashtë si me kanë me hap ditarin edhe të shkruash për çfarë do realizosh për vitet e ardhshme. Ja, çfarë do bësh ti për vitin e ardhshëm? Janë shumë aktivitete që unë, për shembull, që inshallah do i realizoj. Unë jam e plotësuar deri tash, po normal që do vazhdoj më tej me ekspozita personale që kam qef edhe jashtë për me hap. Pra ti bësh këto edhe jashtë kufive shqiptar. E përmendë jashtë kufive shqiptar para Shkodrës faktikisht, por si duket ande janë synimet më shumë. Ndoshta kjo është arsyeja që kemi pasur edhe një ekspozitë personale jashtë. Jashtë në Shkodër? Në Shkodër do e hapi, por kam synimin në Itali që kam dëshirë që ta hapi. Okej, ne të urojmë shumë suksese si Vida. Po më pëlqen shumë dhe kjo qetësia shpirtërore e jotja, mënyra e komunikimit. Ne mendojmë që sot në ekonominë e tregut duhet të na aktivizojnë të gjitha shqisat për të ecur përpara, për të çarë pak me bryla, se është pak e vështirë. Ti më ke dhënë një model krejt tjetër. Kjo qetësia jote duket sikur, okej, nuk e ke shumë me gunga rrugën ti. Jo, absolutisht. Shpirti i një artistit ka, thash, lumë kush merret me art, sepse është si me kanë jeton ditën e lullën, por kur dhe mu marrë që në Pra ti në rraftë të parë e ke mbushje shpirtërore, dhe në rraftë të dytë pa tjetër, kur ke këtë shpirtërore, pse jo, mos ta bëjmë të ditur dhe për publikun e gjerë, dhe të bëjmë një pjesë e eventeve dhe aktiviteteve. Kena shumë pengesa normal, si çdo individ ka, çdo artist ka shumë pengesa. Normal, se sa shte letë. Por që nuk dorëzohemi. Jo, asnjëherë nuk dorëzohemi. Absolutisht. Si Vida, unë të falenderoj për këtë bisedë që realizuam në studio, ishte shumë kënaqësi për ne, sidomos kur prezantojmë për herë të parë një artiste. Ndjes edhe një herë për prezantimin kaq të vonë tuaj, ndërkohë që aktivitetet tua kanë folur shumë përpara se kjo bisedë në studio. Të uroj shumë suksese, mbarësi dhe shpresojmë të ju kemi sërish në studio. Shumë kënaqësi, asnjëherë sa zhvon, për mua kënaqësi. Ndërtimin tuaj. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Këtu kemi mbritur në fund të emisionit Aromë Shkodre. Unë ju falenderoj për vëmendjen që keni treguar. Mos harroni të na ndiqni të premten e ardhshme në ekranin e TV1 Channel ora 21. Ne do të kemi edhe pak emisione, sepse më pas emisioni Aromë Shkodre do të mbyllet, pasi i lëm hapësirë të plot emisionin për shoqë shqiptarë dedikuar turizmit. Ju lëm shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.